Ekspertët e IT-s ndeshen pothuajse çdo ditë me kërkesën e rritjes së shpejtë të ndjekësve në rrjetet sociale, sidomos nga personazhe publike dhe influencer. Por eksperti i IT-s, Ardit Gavani, në një intervistë për Ora News, paralajmëron se përdorimi i llogarive të reme mund të jetë një rrugë e rrezikshme. Është një kërkesë në fakt ekstremisht shumë e shpeshme. Është gjë që realizohet edhe nëpërmjet kompanive të treta që zakonisht krijojnë account-e falsa, bots që quhen, që e kanë më tepër origjinën në zona si Bangladesh, Pakistan, Indi. Dhe mund të blesh te një kisa të duash, është pa limit. Por gjëja që ndodh është një ditë të bukur, më thënë sot pas një viti ndoshta ose pas disa muajsh, akaunti thjesht mund të mbyllet. Eksperti shton se ndjekësit e bler nuk janë të angazhuar realisht dhe shpesh largohen në grupime të mëdha, duke lënë pas një audiencë jo aktive. Gjë që ndodh është që thjesht ke një audiencë jo aktive. Domethënë çfarë interesi ke, domethënë nëse ke bie fjala 5.000 ndjekës dhe vetëm 50 i ke real. Dhe followers ikin, reviews ikin, ka raste ikin në grupime të mëdha, për shembull 100, 200, ka raste edhe 1000 që na ka ndodhur. Ka raste që thjesht fiken në nivel gradualisht. Gavani gjithashtu tregon se ndërkohë që ndjekësit e bler mund të rrisin pamjen e një profili në shifra, besueshmëria dhe interaktiviteti i vërtet nuk mund të blihen me para.